Trotuaret edhe një pjesë e rrugëve të bllokuara nga mbeturinat janë bërë tashmë pamje e zakonshme në thuajse gjithë qytetin e Shkupit. Situata është veçanërisht shqetësuese në rrugën John Kennedy të komunës së Qairit, ku mbeturinat shpërndahen edhe në sipërfaqet e gjelbra dhe pranë hyrjeve të objekteve të banimit. Qytetarët shprehen të revoltuar, thonë se ankesat e tyre nuk përfillen edhe se bakteret e infeksionet rrezikojnë çdo ditë shëndetin e tyre. Nesme u možnost ništa da napravime. Džabe da to, a treba da se vršat работа тие што се платени. Тука се бактериите, тука се тие вируси што може луѓето да се заразат. Се го гледаме, а не можеме ништо да направиме. Кој ќе не слушне нас да кажеме нешто. Unë 72 vjet që këto kur njerë se kom përjetue. Kjo është, si me thonën, Bangladesh, shko Bangladesh e kemi kaluë. Po, inshallah Zotin animon, ama duhet me punue. S'punojnë. Të njërat plot ati, era vjen, ato kanë me na hongër na fakt që nuk o vera. Kë shkon vera, na duhet me dalë edhe me shku në kon mal. Jo tretari, gjitha rrugës o kon, bërlog jo konën. Një pjesë e qytetarëve vlerësojnë se për shkak të inateve politike pësojnë qytetarët. Përgjendjen e krijuar me mbeturinat tashmë raportojnë edhe mediat e shteteve të huaja, tha një mysafir nga Gjermania. Katastrofa je nekoja, ne bilo to nikad, ne pamtam ja za moju godini, samo mnogo je loš ova, vidot je mnogo loš. Dori u Германия se gleda preko satelitska antena, se жалат и германци вика катастрофа. Ние тук що живееме, стално трябва живееме во ѓубрели. Па вака не било никош, затоа што политиката се меша во секојдневието. Животот е таков, суров е. На сметка на политиката страдат обичните граѓани. Nga higjiena komunale informojnë se gjatë 2 ditëve të fundit janë pastruar mbeturinat në disa lokacione të Shkupit, ku janë tërhequr mbi 350 tonë mbetje komunale.